me dhimbje e lotë, janë përcjell për në banesën e fundit Enea Muçaj, 12 vjeç, dhe Klersi Nikolli, 10 vjeç, viktimat e aksidentit tragjik që tronditi Durrësin. Familjar, të afërm dhe qytetar të shumt kanë marrë pjesë në ceremonitë mortore, duke i dhënë lamtumirën mes pikëllimit të thellë. Me lule dhe kurora në duar, kortezhet funebre janë shoqëruar në heshtje nga qindra njerëz, ndërsa atmosfera ka qenë e rënduar nga dhimbja për humbjen e 2 jetëve të mitura. Ceremonitë janë zhvilluar në orare të ndryshme, në një ditë zije për komunitetin. Aksidenti ndodhi të dielën rreth orës 14:10 në lagjen numër 15 të Durrësit, kur 3 fëmijë po luanin në trotuar dhe u përplasën nga një automjet. Autori i dyshuar, Nikol Radaçi, 57 vjeç, është arrestuar nga policia dhe ka pranuar konsumimin e alkoolit, ndërsa familjarët e tij kanë kërkuar ndjesë publike për tragjedinë e rëndë.